Kuvendi i Kosovës nuk arriti ta zgjedhë presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Për shkak të kësaj, presidentja Vjosa Osmani shpërndau kuvendin, duke hapur rrugë për zgjedhje të reja parlamentare. Ekipi i televizionit Syri sot ka intervistuar disa qytetar, të cilët kanë shprehur mendimet e tyre për situatën e fundit në vendin tonë. Të dura që në konë heq, as të mira heq, kja veç për shtetin që o ka shkët e poshtë, kusha tjetër. Një vit tjerë shkoj qashtu, edhe viti tjetër për shkon. Po i dopt është edhe ka me ma keq. Shka me konë ma mirë heq, veç ma keq. Qa milionit ashtë duhet më shku për ato. Popli e në ty vujt. Tu pas parasysh atë që këtu bojnë shpenzimet pa nevojshme, edhe dobësohet, si me thonë, standardi i krejt popullit, se nuk në pyetje një njeria se një grup njerëz. Unë mendoj që kishme qenë mirë kushtetusja me rikthy edhe i herë marrëveshjet mu bë në veti edhe me shku drejt për drejt, mos me humb kohë, se na humbin edhe 2-3 muj, edhe sa milion parë shkojnë kështu kot. Uroj që kjo kushtetusja ta kthen edhe i herë kërkesën për bashkëbisedim dhe për ndarje pushtetesh. Wallahi, kjo është shumë keq. A dish se kryeministri ç'të të bani, kryeministri keq. Se e ka bën me Dehuna Mihalin, të bën për rryma, vjen të vjedh anej. Shkoj ja heki këtyne parët që ka hek asnjë cent hiç. Edhe shumë keq ka bën. 51% nuk mujti me bën qeverin. Atë qeverin e ka bën për presidentin me zgjedh. Edhe shumë keq ka bën. Tash merr bën dallavera anej, bën kënej këta vetëm që jenë të bon. Kjo së qevari kjo. Kujtojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se është i gatshëm të organizojë zgjedhje të reja nëse ato shpallen, por procesi mund të paraqesë sfida për shkak të afateve të shkurtra. Megjithatë, data për zgjedhje 2026 ende nuk është përcaktuar përfundimisht, sepse pritet edhe vendimi i gjykatës kushtetuese.